zoti Pesha, me mbrëma. Mbrëma. Prioritetet janë të qarta në fakt. Megjithatë, përpara se të kalojmë tek këto, do doja që na jepni një përshkrim të shkurtër lidhje me gjendjen e industrisë minerale në vend. Fokusojmë vetëm tek ajo. Siç e ndoqët edhe gjatë lajmit në atë sinkron të zotit ministër, por besoj që është një realitet i cili preket pak a shumë nga gjithë qytetarët shqiptar, dihet dikum shumë dhe dikum pak në varësi të rezervave natyrore dhe burimeve natyrore që gjenden pranë zonave të banueshme. Industria minerale në vend është kthyer në një nga motorët e ekonomisë të Shqipërisë. Ka patur një rritje konstante të prodhimit minerar në vendin tonë. Vitin e kaluar kemi patur diku te 7.5-7.8 milion ton prodhim, ndër të cilat 1.6 milion ton kanë qenë eksporte, dhe sigurisht që këto kanë zënë një volum shumë të madh, duke siguruar vetëm nga eksportet rreth 48 milionë euro të ardhura për bizneset shqiptare. Është një industri e cila siguron punësimin e shumë njerëzve në mbar Shqipërinë, por një punësim kryesisht në zona problematike, në zona ku mungon industria, ku mungon zhvillimi, ndonjëherë edhe për shkak të mungesës së infrastrukturës, për shkak se janë fshatra apo zona të thella, dhe sigurisht që mënyra e jetesës sigurohet pikërisht nëpërmjet kësaj industrie. Unë dua të them që megjithëse ka patur problematika dhe situata nuk mund të themi që është e shkëlqyer për sa i përket mënyrës së si shfrytëzohen burimet natyrore në Shqipëri, ka një përmirësim të dukshëm, një përmirësim i cili ka ardhur në mënyrë graduale menjëherë mbas futjes fuqi të ligjit të ri mineral. Ligji i cili e ka përmirësuar dukshëm mënyrën se si mbikëqyren të gjitha subjektet të cilët shfrytëzojnë mineralet në vendin tonë, por nga krau tjetër edhe ka rritur sanksionet, gjë që na mundson edhe ne si institucione mbikëqyrëse që të jemi më të ashpër me gjithë ata të cilët nuk plotësojnë kriteret dhe nuk punojnë në mënyrë rigoroze. Shumë në këtë pjesë të ligjit, zoti Pesha? Është përmirësuar në radhë parë raportet që institucionet duhet të kenë në mënyrë periodike me institucionet qeveritare. Në qoftë se më përpara, po i marr një shembull shumë thjesht, institucionet, subjektet nuk ishin të detyruara që të raportonin në mënyrë periodike pranë institucioneve përgjegjëse për mënyrën se si shfrytëzonin sasinë e produkteve të cilët ata nxirrnin dhe për sasinë e produkteve të cilat ata tregtojnë. Tashmë kjo duhet bëhet çdo 3 muaj dhe ka penalitete nëse kjo gjë nuk ndodh. Nëpërmjet këtij informacioni është shumë më lehtë për gjithë ata specialistë që shkojnë pastaj dhe mbikëqyrin që të verifikojnë nëse është reale apo nëse subjekti është duke gënjur. Nëse subjekti gënjen, atëherë automatikisht ligji parashikon heqjen, pra fillimi i procedurave për revokim. Ka patur raste të tilla. Unë dua të them që me futjen me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, ne kemi nisur një fushat informimi në radhë parë të gjitha subjekteve dhe sigurisht që ka patur edhe një fushat penalizimi për gjitha subjektet të cilët në një farë mënyrë nuk e respektuan ligjin apo nuk kanë qenë brenda kontureve të ligjit, dhe mund t'ju them që deri më sot kanë qenë mbi 400 subjekte të cilat janë penalizuar, pasur mbi 50 raste ku kemi pezulluar punimet dhe ku kemi lënë detyra subjekteve për të ardhur në konturet e ligjit. Ka patur mbi 50-60 raste ku janë revokuar lejet minerare dhe sigurisht që vetëm nga penalitetet financiare janë krijuar rreth 500 milion lekë të ardhura në buxhetin e shtetit. Nuk e di, potencialet, ju e përmendët shifrat qysh në fillim, zoti Pesha, dhe të eksporteve, po potencialet sigurisht janë edhe më të mëdha. Si do të orientohet, apo kush do të jenë strategjit për të nxjerrë akoma më shumë produkt mineral, të theme? Ka patur për shembull një lajm të mirë përpara disa ditësh, një lajm i cili pritej prej vitesh, nga subjekti i cili ka marrë me koncesion minierën e Bulqizës, minierën e vjetër të Bulqizës, nga kompania CR, e cila ka deklaruar që ka bërë një kontratë, të cilën presim ta shohim dhe e mirëpresim, një kontratë me një kompani për të hapur pusin e thellësisë në atë minierë. Që do të thotë që i rrit kapacitetet nxjerrëse të asaj miniere me 2.8 milion ton të tjera, që do të thotë që jetëgjatësia e minierës rritet me të paktën 10 vite tjera, që do të thotë akoma më shumë familje, akoma më shumë minator vazhdojnë të punësohen edhe më gjatë, që do të thotë eksporte më të shumta të kromit dhe
të ardhura më të shumta, jo vetëm për kompaninë, por edhe për buxhetin e shtetit. Si është raporti po? Kemi kompani të tjera, shumë serioze, e përmenda këtë kompani me që është subjekt debatesh të ndryshme, sepse ka një problematik të lartë, por dhe prandaj njerëzit janë mësuar me këtë çështje, ka shumë subjekte serioze, investitorë të huaj apo vendas, të cilët mënyrën e shfrytëzimit nuk e kanë lidhur vetëm me përfitimin e shpejt, por e kanë lidhur dhe me shtimin e afatgjatësisë të galerive, apo të minjera, apo të resurseve natyrore. Puna që bëjnë institucionet dhe konkretisht Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është që gjatë gjithë kohës në miratimin e planeve vjetore, në shqyrtimin e planeve vjetore të subjekteve, pikërisht t'i orientojmë ata, jo vetëm drejt shfrytëzimit sa më të shpejt për të prurë të ardhur, që është qëllimi kryesor i bizneseve, por edhe për rritjen e afatgjatësisë dhe rritjen në kohë të shfrytëzimit të burimeve natyrore. Efikasitet do të ishte edhe një alternativë shumë e mirë. A ka zona apo temi minjerat vjetra të cilat nuk janë në eficiencë dhe mund t'ju sugjerojnë investitorëve tuaj apo të atyre privat, çfarë po ndodh me këtë pjesë? Kemi patur, vazhdojmë që të kemi minjerat të vjetra të cilat ose kanë qenë të mbyllura që në kohën përpara ndrimit të sistemit, për shkak se janë konsideruar të rrezikshme dhe një pjesë e këtyre minjerave ne nuk i rekomandojmë që të ripërdoren, sepse nga që kanë patur një shfrytëzim maksimal apo nga që kanë karakteristika të veçanta nga pikpamja teknike, ne gjykojmë që rrezikshmëria aty është shumë e lartë dhe shpeshherë nuk ka përfitim dhe nuk ja vlen që të investosh në to. Por sigurisht që ka minjera tjera të vjetra, të cilat edhe sot nëse hapni website-in e Ministrisë, do të mund t'i gjeni në listën e objekteve të konkurrueshme, ku subjektet mund të garojnë në datat e caktuara që Ministria shpall me ofertat e tyre për t'i marrë ato me koncesion dhe për t'u pajisur me leje minerare për këto minjera. Po sigurisht që një apel, unë dua të shfrytëzoj çdo mundësi dhe shfrytëzoj çdo mundësi, një apel shkon për gjithë banorët, për gjithë ato minjera të cilat kanë shenjat përkatëse dhe janë minjera të vjetra të mbyllura, të mos shkojnë pranë tyre, sepse rreziku është maksimal dhe jo më kot janë mbyllur dhe nuk shfrytëzohen. Kemi patur disa raste njerëzish të cilët kanë humbur jetën për shkak se kanë tentuar të futen në minjera, kanë prishur gjitha elementet e sigurisë dhe kanë tentuar të gërmojnë për të nxjerrë mineral. Është gjëja më e keqe që dikush mund të bëjë, është e jashtëligjshme, është e dënueshme nga ligji, është vjedhje e pasurisë kombëtare, por në radhë parë rrezikohet jeta e njerëzve. Aq më tepër kur janë dhe sinjalistikat, informacioni është. Absolutisht po. Edhe ne mbasi duhet flasim pak më shumë për këto raste edhe në media. Në anën tjetër, si është raporti kompanive tuaja, zoti Pesha, me kompanitë shqiptare? Ka një interes të njëjtë apo sigurisht që kompanitë tuaja edhe për shkak të potencialeve janë më të mëdha? Unë them që ka interes të madh në kompanitë e huaja, por ka interes shumë të madh edhe nga kompanitë shqiptare. Me një kënaqësi të veçantë vrej se si kompanitë shqiptare, të cilat e kanë nisur sigurisht nga një nivel tjetër biznesin e tyre, sot janë të afta për të ndërmarrë sipërmarrje të cilat deri më dje as si mund ta imagjinonim që mund të kishin një emër apo një mbiemër shqiptar nga mbrapa. Ka kompani shumë serioze të cilat janë duke bërë një punë për t'u lavdëruar, sidomos në zonat të caktuara ku jo vetëm ekspertiza apo dhe sasia e investimit është e konsiderueshme dhe deri më dje e ripërsëris, as mund ta imagjinonim që të kishim shqiptar që punonin aty. Kështu që unë do të vija shenjën e barazimit, bile edhe pa frikë, unë thoja që pjesa shqiptare tashmë është zhvilluar goxha, kompanitë shqiptare tashmë janë kompanitë të cilat janë shumë serioze, dhe unë besoj që nëse do të ecim me këtë ritëm, pse jo ekspertizën tonë mund të fillojmë edhe ta eksportojmë, pse jo kompanitë shqiptare të fillojnë të eksplorojnë edhe mundësitë të tjera për te Shqipërisë për të zhvilluar burime natyrore. Megjithatë kushtet për çeljen e këtij aktiviteti, themi, një kriter të rëndësishëm kanë edhe sigurinë që ofrojnë përpunojësit e tyre. Çfarë po bëhet për këtë pjesë, e cila si thua gjithmonë rikthehet dhe rikthehet në vëmendje? Është reparti inspektim shpëtim minjerave, i cili është në një farë mënyrë përgjegjës për këtë institucion i rishmit bën kontrolle periodike të gjitha subjekteve minerare. Sigurisht që kryesore është kontrolli i subjekteve të cilat punojnë në ndhe, pra punojnë në kushte të cilat rrezikshmëria për jetën është shumë e lartë. Megjithatë, sigurisht që kemi patur raste
problematike, ka patur edhe problematik në dijenin time, shumë subjekte janë penalizuar, në dijenin time kjo situatë sa vete dhe përmirësohet. Më duhet të them që shumica e rasteve të aksidenteve ku i dëmtuari ka qenë jo i pajisur me mjetet e sigurisë, kanë qenë raste kur ata kanë qenë qytetarë dhe jo minatorë, pra kanë qenë njerëz cilët janë futur në mënyrë të pa autorizuar, në mënyrë të jashtëligjshme dhe sigurisht të pa trajnuar dhe të pa specializuar për të shfrytzuar burimet natyrore. Është shumë e rrezikshme përsëris edhe një herë, vërtet mund të sjelli një përfitim shumë të vogël për momentin vjedhja e pasurisë natyrore, por në radhë parë është e jashtëligjshme, në radhë të dytë është shumë e rrezikshme për jetën dhe sigurisht kur kjo kryhet pa trajnimi përkatës dhe kur kryhet pa mjetet e punës përkatëse, të cilat janë bërë pikërisht për të mbrojtur jetën njerëzve. Megjithatë, mbase janë edhe pak më shumë përgjegjësi të kompanisë apo të po themi shfrytëzuesit të minjerave, që duhet jenë më të kujdesshëm? Absolutisht po. Në radhë parë është përgjegjësia e vetë minatorit, e vetë punëtorëve cilët punojnë, sepse në radhë parë siguria e jetës është kryesorja. Është përgjegjësia e kompanive, por e ri përsëris, shumica e rasteve që ne kemi hasur, që individ caktuar janë dëmtuar për shkak të mungesës të mjeteve të sigurisë, janë individ të cilët nuk kanë qenë pjesë e një subjekti të licencuar, por individ të cilët në mënyrë vullnetare, në mënyrë edhe të jashtëligjshme futen për të përvetësuar pasurinë kombëtare. Kush janë kriteret bazë të themi të licencimit të kompanive të cilat duan apo subjekteve që duan të shfrytëzojnë këto minjera? Ligji i ri e disiplinoi dhe e ndau në dy drejtime dhe në dy kolona mënyrën e licencimit dhe duke patur parasysh në radhë parë ofertën ekonomike të subjektit përkatës dhe nga krau tjetër projektin teknik. Të gjitha subjektet konkurrojnë me ofertën e tyre ekonomike të përzier me detaje teknike, pra një subjekt duhet të tregojë se sa ka ndërmend të investojë, sa gjatë do të zgjasë investimi, po dhe sasinë e mineralit që planifikon të nxjerrë, pra të shfrytëzojë në atë zonë caktuar të cilën Ministria e nxjerr si zonë të konkurrueshme. Dhe mbas këtij procesi, subjekti harton një projekt teknik të shfrytëzimit, i cili miratohet nga Këshilli Teknik në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore. Pra janë këto dy kritere shumë të rëndësishme, të cilat kihen parasysh në momentin që një subjekt licencohet. Po për afatin kohor të shfrytëzimit të tyre, çfarë parashikohet në licencim? Në licencim, ligji është shumë i qartë për afatet kohore, por sigurisht mbas mbarimit të afatit ligjor që jep ligji, subjektet nëse tregojnë që aty ndodhet akoma mineral, nëse kanë treguar që e kanë shfrytzuar në mënyrë të duhur mineralin, ata mund të aplikojnë edhe për ta shtyrë edhe një herë kohën e shfrytëzimit të mineraleve. Çfarë mund të themi për koncesionet në këtë sektor, zoti Pesha? Mund të bëjmë një përmbledhje apo një analizë në mënyrë si kanë ecur në sektorin minerar? Po, koncesioni kryesor ka qenë ai i shumë përfoluri, që unë e përmenda pak më parë, koncesioni që ishte dhënë kompanisë ACR. Të jemi sinqert me ju, unë mendoj që duhet ishte bërë shumë më shumë brenda minierës së Bulqizës, investimet duhet të ishin realizuar shumë më shpejt dhe shumë më parë, dhe ndoshta edhe situata aty do të ishte shumë më ndryshe. Gjithsesi është lajm i mirë që kompania ka vendosur që të investojë, dhe sigurisht që mirëpresim lajme të tjera të mira nga kompania në mënyrë të tillë për të vënë kapacitet të plot dhe në funksionim të plot gjithë planin e tyre të investimeve. Nga krau tjetër, unë ja thash dhe që parë, ka patur edhe ka koncesione të tjera të suksesshme të subjekteve të tjera, të cilët kanë treguar seriozitet, kanë përmbushur të gjitha detyrimet kontraktuale dhe unë uroj që ky model të transferohet në të gjitha llojet e koncesioneve. Ligji i ri e bën më të mirë dhe më të mundshëm disiplinimin e kompanive dhe ajo që është për të përmendur dhe për të theksuar është që kemi siguruar me anë të koncesionimit të burimeve natyrore hapjen e fronteve të reja të punës. Një gjë që është shumë e rëndësishme, janë me mira familje të cilët ushqehen për shkak të shfrytëzimit të burimeve natyrore, me mira familje të cilët shohin një perspektivë për të ardhmen e tyre për shkak të burimeve natyrore të ndodhura pranë vendbanimeve të tyre, por sigurisht që kjo nuk duhet të mbarojë këtu, sigurisht që ne nuk jemi të kënaqur sepse mendojmë që duhet të ketë progresivitet edhe në këtë fushë,
duhet të ketë akoma më shumë investime, duhet të ketë akoma më shumë rritje të cilësisë, akoma më shumë rritje të mënyrës se si shfrytëzohen burimet aty. Por duhet të ketë sigurisht edhe rritje akoma më shumë të prodhimet, edhe ju e përmendët, por te kjo pjesë duhet të ndalesh edhe pak më gjatë. Si mund stimulohet akoma më shumë kjo rritje e prodhimet? Sigurisht është në interesin personal të kompanive, se ato vetë janë të interesuar, po se cila prej kompanive që është duke shfrytëzuar sot është e interesuar që të rrisi prodhimin për sa kohë që ka treg. Sigurisht tash kjo do një analizë pak më komplekse, një analizë ekonomike më të thellë. Shumica e zëri më të lartë të eksporteve tona, për shembull e zë kromi. Dhe dihet që minerali i kromit, çmimi i sot nuk është në të njëjtat nivele që ka qenë për shembull para 5 apo 6 vitesh. Çmimi i atëhershëm i kromit ishte rreth $540 për ton. Sot çmimi i kromit luatet midis $170 dhe $210 për ton. Ka një diferencë të madhe midis asaj periudhe dhe kësaj periudhe. Por ajo që konstatojmë me kënaqësi dhe nëpërmjet ekspertëve tanë është që eksportet që nga ajo periudhë deri më sot kanë pasur rritje të industrisë së kromit. Gjë që do të thotë që prodhimi i kromit është rritur gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe si efekt i dhënies dhe i shtimit të lejeve minerare, por kam përshtypjen edhe si efekt i përmirësimit në mënyrë graduale të mënyrës se si kompanitë janë duke shfrytzuar burimet tona natyrore. Por sigurisht që një rritje e çmimit në tregje do të pasonte me një përshpejtim akoma dhe më të madh të prodhimit dhe sigurisht këto janë faktorë që ndikojnë shumë. Nga krau tjetër kemi shtim të kërkesës për leje minerare në gjithë vendin dhe për të gjitha llojet e minerareve. Unë me kënaqësi për shembull sot them që është dhënë një leje minerare për të riaktivizuar minierën e Memaliejt, minierën e Qymirgurit të Memaliejt, një minierë e cila ka qenë e vdekur për rreth 24 vitesh. Askush nuk ka shkuar dhe askush nuk ka mundur që të punojë aty për shkak sepse leverdia e nxjerrjes së mineralit nuk ishte në parametrat që duhet. Është një kompani që operon në Shqipëri, por që me investitor të huaj dhe është besoj lajmi më i mirë për qytetarët e Memaliejt dhe për gjithë ata minatorë të vjetër që frontet të reja pune kanë për të hapur, mbi 200 njerëz kanë për të punësuar aty, por nga krau tjetër edhe një aset, një kapital i cili deri më dje flinte për të gjithë shqiptarët ka për të rizgjuar dhe ka për të aktivizuar në tregun e brendshëm. Si puna apo si historia e minierës së Memaliejt, kemi plot histori të tjera, miniera të fjetura, rezerva të fjetura, të cilat janë duke u riaktivizuar, janë duke u kërkuar apo janë në proces studimi e sipër. Unë e kam thënë edhe në konferenca ndërkombëtare që kemi organizuar, që Shqipëria nuk ka shfrytzuar as gjysmën e burimeve të veta natyrore. Kemi mundësi pa fund, por sigurisht që shfrytëzimi i disa lloje të mineraleve apo shfrytëzimi në vende të caktuara është i lidhur dhe me zhvillimin ekonomik të vendit, është i lidhur edhe me zhvillimin e infrastrukturës në vend, është i lidhur dhe me zhvillimet ekonomike globale. Por fakti që prodhimi, eksportet e mineraleve, dhe sigurisht të ardhurat që sigurohen qoftë nga eksportet, qoftë nga prodhimi dhe tregu i brendshëm, janë gjatë gjithë kohës në rritje, tregon që jemi në rrugën e mbarë në këtë industri. Ndërkohë, cilat janë burimet natyrore, të themi, me të cilat mburret dhe Shqipëria, kush është pika më e fortë? E përsërisë është kromi, sepse kromi shqiptar është mbahet si një ndër kromet më të pasura në rajon dhe më cilësoret, dhe përveç kromit të pasur, i cili eksportohet ashtu siç del para bruto, tashmë ka filluar që të marri udhë dhe drejtime dhe industria e përpunimit të kromit. Qofse deri më dje ka patur vetëm një fabrikë përpunimi, tashmë sot janë operative rreth 5 fabrika të përpunimit të kromit, shumë investitorë dhe shumë biznesmen të vendit apo të huaj po fillojnë ta marrin seriozisht ndërtimin e impianteve të tjera të pasurimit të kromit, sepse edhe minerali përpunuar, koncentrati i kromit ka treguar që ka një rritje të eksportit të vet, të paktën nga dhënat që na vijnë nga doganat. Drejt cilave vende eksportohet më shumë? Kina është eksportuesi kryesor, ka edhe vende tjera të cilat është importuesi kryesor në fal, por ka dhe vende tjera të cilat janë të interesuar për këtë. Po tregu i brendshëm sa interes ka për produktet të cilat nxiren?
Tregu i brendshëm shqiptar kryesisht është i mbuluar nga produktet gëlqerore, të cilat përdoren në industrinë e ndërtimit. Qoftë kjo për ndërtimin në infrastrukturë, qoftë kjo për ndërtimin për sa i përket ndërtesave të reja që ndërtohen në gjithë vendin. Për shembull, vetëm për vitin 2011, në mos gabohem, prodhimi i brendshëm gëlqeror ka qenë rreth 3 milion ton gëlqerore të prodhuara, nga të cilat vetëm të ardhurat për gjitha subjektet të cilat punojnë në vendin tonë kanë qenë rreth 15-16 milion euro nëse bëjmë një llogari shumë të thjeshtë. Kështu që është një treg i konsiderueshëm, sigurisht që ky lloj materiali nuk përdoret për eksport, por shërben vetëm brenda për brenda, por nga krau tjetër është një fat shumë i madh kesh burime kaq të mëdha natyrore, gëlqerore në vend, sepse ul kostot e rrugëve, ul kostot e ndërtimit, e bën më të lehtë, e bën edhe më të leverditshme, qoftë për qytetarin sepse kostuat dele ulët, por edhe për bizneset. Do ta ndjekim këtë çështje hapasapë, zoti Pesha, sigurisht edhe në bashkëpunim me mediat duhet pak më shumë sensibilizim edhe për të kuptuar kush janë ato pikat ku vëmendja duhet fokusohet, qoftë nga investitorët vendas por edhe tuaj, por edhe për çështje të tjera. Patjetër, nëse më lejon në radhë parë, unë dua të falenderoj juve, por edhe të bëj një thirrje të gjitha mediave për të rritur më shumë sensibilizimin për sa i përket ndërhyrjes të jashtëligjshme në zonat minerare. Është një veprim i cili vën rrezik jetë njerëzish. Në krahun tjetër, unë kam përshtypjen që gjithë bashkë mund të bëjmë një punë akoma dhe më të mirë për të promovuar akoma dhe më shumë të gjitha ato pasuri që ka Shqipëria. Në fund ditës duhet të kuptojmë që për çdo ton mineral që nxirret, qoftë ky krom, qoftë ky bakër, qoftë ky zink, qoftë ky hekur nikel dhe plot mineral tjera që ne kemi rezerva pafund, të ardhurat nuk shkojnë vetëm për subjektin i cili e nxjerr, por të ardhurat të rishpërndahen, qoftë edhe në mënyrë të drejtë, ndonjëherë të zhdrejtë për shkak të pozicionit ku zhvillohet industria tek qytetarët shqiptar. Kështu që promovimi akoma dhe më i madh i burimeve natyrore nuk bën gjë tjetër veç se rrit të ardhurat për frymë të shqiptarëve. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.